Vetëm një lugë uthullmolle I jep lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Uthulla e mollës nuk përmban kimikate dhe krijon një proces farmaceutik të lëngut të uthullës që mund të përdoret edhe në bakteret acidike. Acidi acetik dhe malik që gjenden te uthulla e mollës do t'i japin një shije dhe njerë karakteristike të tharë dhe intensive asaj. Uthulla e mollës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e një sër komplikacionesh si tonel-thlajn. Gjithashtu, babai I mjekësisë Hipokrati, që atëherë ka cilësuar këtë lëng mjaft të veçantë dhe një zgjidhje të artë për efektet e saj të dobishme në lehtësimin e komplikacioneve që I kanosen shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sasia e rekomanduar ditore është të paktën një lugë çaji, edhe duke qenë se ka një shije mjaft intensive për disa njerëz nuk e pëlqejnë, duhet të tretet gjithmonë me ujin në mënyrë që të përdoret sipas nevojës suaj. Përveç kësaj, ka edhe receta të ndryshme të cilat mund t'japin rezultate fantastike në kombinimin e uthullës së mollës. Për sa I përket shëndetit, uthulla e mollës është e njohur gjërësisht edhe për vetitë e saj kuruese dhe lehtësuese. Të gjitha këto janë sëmundjet me të cilat mund të ndihmoni veten duke konsumuar një lugë çaji uthullmolle çdo ditë. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi I uthullës së mollës. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër kilogramëve të tepërt. Uthulla e mollës do ju ndihmojë ndjeshëm në reduktimin e kilogramëve. Këtë e vërteton një studim. Pjesëmarrësit që konsumonin uthullmolle gjatë ditës dhe konsumuan mesatarisht 275 kalori më pak se pjesëmarrësit që nuk e përdorën atë. Arsyeja për këtë është se uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes edhe gjithashtu do ju bëjë që të konsumoni më pak. Por nëse keni stomak të ndjeshëm, duhet të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë nëse është e përshtatshme ose jo për ju. Gjithashtu, uthulla e mollës është një produkt fantastik edhe kundër bakterieve të këqija, sidomos edhe kërpullave. Uthulla e mollës është e njohur gjërësisht si një antimikotik, gjithashtu edhe si një antibakterial. Uthulla e mollës mund të ndihmojë shumë në këto pasi përmban polifenole, që supozohet se lidhin radikale të lira dhe kanë efekte të mira anti-inflamatore, citoi studimi. Përfitimet të tilla të uthullës së mollës do të jenë një mburojë vërtetë e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu në mbajtjen e trupit dhe shëndetit më të fortë. Ekspertët e cilësojnë uthullën e mollës si një zgjidhje mjaft të mirë kundër problemeve të mykut të lëkurës dhe mund të lehtësojë gjithashtu edhe problemet të mykut në këmbë. Uthulla e mollës ka një efekt dizinfektues të lëkurës suaj dhe mund t'i japë lehtësimin e duhur kundër këtyre shqetësimeve. Uthulla e mollës mund të zgjidhë gjithashtu edhe problemet e tretjes. Uthulla e mollës do të stimulojë një tretje të mirë nëse keni një stomak të ndjeshëm. Një lugë gjedhe uthullmolle mund të jetë një zgjidhje lehtësuese për rastin tuaj. Acidi acetik te uthulla e mollës stimulon prodhimin e përshtymës, acidit të stomakut gjithashtu edhe lëngjeve të mira tretse. Vetëm kështu do të keni përfitimet e duhura që do të merrni nga përdorimi I saj, veçanërisht enzimat tretse siç është trispina dhe lipaza. Tretja do të jetë më efikase dhe në këtë mënyrë do të reduktoni problemet e urthit, kapslëkull gjithashtu edhe fryrjet. Gjithashtu uthulla e mollës është një produkt fantastik për ftohjen edhe problemet imunitetit të dobët. Përveç vitaminave dhe mineraleve që përmban, uthulla e mollës përmban gjithashtu edhe minerale siç është hekuri, kaliumi, bakri, silici dhe pektina. Kjo është një arsye e fortë pse ky lëng acid është një përforcues shumë I mirë I sistemit tuaj imunitar. Është mirë të konsumohet të paktën në kombinim me dieta të shëndetshme, në mënyrë që vlerat e saj për shëndetin të jenë më të larta dhe të mos ndikohen gjithashtu edhe në krijimin e efekteve anësore. Uthulla e mollës është një produkt fantastik,
e pasur me lëndë të mira për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përdorimet e saj mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Përbërësi kryesor aktiv të uthulla e mollës është acidi acetik, i cili i jep asaj edhe aromën e fuqishme. Studiuesit kanë nxjerrë përfundimin se ky acid është përgjegjës edhe për përfitimet e saj të mundshme pasi përmban 5 deri në 6% acid acetik. Uthulla e mollës citohet si një produkt shumë i mirë në largimin e bakterieve të dëmshme. Uthulla e mollës mundet të ndihmojë në vrasjen e patogjenëve të dëmshëm dhe disa llojeve të bakterieve gjithashtu. Uthulla e mollës vepron gjithashtu edhe si një ushqyes mjaft i mirë në ruajtjen e ushqimeve tuaja dhe në lehtësimin e procesit të tretjes, vetëm se duhet të konsumohet brenda mënyrës së duhur të gatimit dhe gjithashtu edhe duhet të tretet gjithmonë në ujë. Uthulla e mollës është një rast fantastik edhe për personat që vuajnë nga luhatit e shpeshta të sheqerit. Kjo nuk do të thotë se ajo mund ta kurojë, por mund të përdoret si një ndihmë lehtësuese, duke mbajtur kështu shëndetin tuaj më të plotë dhe më nën kontroll. Gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj në rast se vuani nga shqetësimet e diabetit. Uthulla e mollës është një produkt fantastik edhe për shëndetin tuaj kardiak. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të krijimit të imunitetit të dobët dhe humbjes së jetës, të cilat mund të reduktohen me përdorimin e uthullës së mollës. Uthulla e mollës mundet të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit total, gjithashtu edhe triglicerideve, lipideve e të tjera, vetëm se duhet të përdoret brenda masës së duhur dhe gjithashtu nëse vuani nga komplikacione të tilla, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse merrni medikamente dhe doni ta përdorni atë. Uthulla e mollës është një produkt fantastik edhe për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Uthulla e mollës përdoret gjithashtu menjëherë edhe si një trajtim i mirë për problemet e lëkurës siç janë ekzema, lëkura e thatë dhe të tjera. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra, megjithatë mund të jetë më pak acide për njerëzit të cilët kanë edhe problemet e ekzemave, dhe uthulla e mollës mund të jetë një aleat i çmuar i shëndetit tuaj të lëkurës, sidomos duke i mbajtur larg komplikacionet e saj. Aplikimi i uthullës së mollës mund të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrave të pashit të lëkurës, gjithashtu edhe në forcimin e barrierave që e mbrojnë atë. Për më tepër, pastruesit alkalin dhe saponin që gjenden te uthulla e mollës mund të japin rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve, citoi Eltisaj. Është e rëndësishme që nëse merrni medikamente të caktuara dhe doni të përdorni uthullën e mollës si trajtim, si fillim duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjnë një faktor pengues për shumicën e personave, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet ta përdorni atë. Përdorimi i saj me kujdes dhe brenda normës së lejuar mund të cilësohet si një nga zgjedhjet më të mira në fuqizimin e mbrojtjes së imunitetit. Në këtë video, sipas Eltisajit, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i këtij lëngu. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Përpasoj, nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja ose edhe e patretur. Sugjerohet të tresni jo më shumë se 1 deri në 2 lugjedhe uthull molle në një gotë me ujë dhe të mos konsumoni më shumë se kaq çdo ditë. Kështu, vlerat dhe përfitimet që do të merrni prej përdorimit të saj do të jenë fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Prandaj, përdorimet të tilla të uthullës së mollës mund të kthehen në një aleat të vërtetë edhe për shëndetin. Uthulla e mollës e përdorur në këtë mënyrë mund të jetë një aleat e mirë e shëndetit tuaj të stomakut dhe do të lehtësojë edhe problemet e tij. Ndaj përdoreni me kujdes në dobi të shëndetit tretës edhe në lehtësimin që i kanosen vazhdimisht. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.